Mirëmëngjes të dashur miq, të njohur dhe të panjohur, në veçanti ju ndjekës të orës letrare. Mirëmëngjes Homer, si u gdhive sot? Me muzë të re? Nuk e besoj. Mjafton dhe tepron muza gjupate kur rrëfeve poemat madhështore, Iliada dhe Odisea. Kam filluar leximin e tyre. Sot është emisioni i dytë i orës letrare dhe po vazhdoj leximin e vargjeve të tua. Me smtonësish pra i zhytur ndër time, Atenën pa dhe u drejtua te porta, i turpëruar që një njeri i huaj po priste tek ai prak e shkynte brenda. Ju afrua e i arokut djathtë të ndorë, i amori patëshanën prej tumbaku dhe përshëndeti me këto fjalë fisnike. Mirë se erdhe o mik, do t'jesh ndër ne si në shtëpinë tënde. Ha e merr fuqi, pasaj të na tregosh çfarë ke nevojë. I tha e i priu para. Shkoi mbas tij Palad Athena. Mbasi u futën bashkë në shtëpinë madhështore te një shtyllë. Në armorën e shëndrishme, patëshanën ja vendosi me të tjera patëshana, të liksit trim. E uli mbi një fron, si shtroi sipër një plaf që ndisur bukur, nën këmbë kishte një stol. Për vete ai solli një tjetër fron plot ngjyra, larg prej syve të princave, që miku pandje zhurmë të hante i qetë pa njerëz të rëndë përreth. Në këtë mënyrë më lekta i mund ta pyeste për atin që nuk dihej se ku ishte. Erdhi një shërbëtore me brokë të hishme në ardh praruar dhe legen argjendi. U shtiu të laj në duart, pastaj u vuri përpara një tryezë fare të pastër. Më së fundi e ndrishmja qilartare bukën u solli dhe vuri mbi tryezë gjellët më të mira që kish mundur të ruante. Plot pjata u pruri me gjithfar mishrash, kryengritsi dhe kupa ari. Kasneci nuk i linte kupat bosh, mëtojnë si krenarë, i ambritën, të gjithu ullën mbas radhës për mbi stola edhe frona. Kasnecës sollën ujë të laj në duart, e bukën shërbëtoret ndër kanistra, djema të rinj me verë i mbushnin kupat. Princat, shtrit duart e merë, nisën të hanë. Si u ngopën mirë e etjen krejt e shuan, zdonin dëfrime më, ëndje të tjera, veç këngë e valle që gostis tolisin. La hutën më të bukur një kasnec, i ala ndërduar këngëtarit Femios. Ky, duke shoqëruar atë lautë, këndoi me zë që shpirtin pa këpuste. Kundër vullnetis tij, në mes të princave, dhe Telemaku, kush mos e dëgjonte duke anuar ballin ju afrua Sokratës Athena, edhe i tha: O miku im i dashur, të zemëroj në fjalët e mia? Ja, kjo është gjithë puna e këtyre zotërinve. Këngë e valle me një lahut zë ëmbël. S'kan kokçarje, mbasi kanë rënë mbi gjën e tjetër kuj, mbi pasurinë e atij të shkretit hero, që eshtrat po i kalbe në përshi, mbi dhe të zi, në qoftë se duhia e detit nuk po i jeth pareshur val mbi val. Të kthehe si një herë ndër këto anë, besoj se do të kërkonin këmbë të lehta më parë se rroba që ndisur me arë. Ç'të bësh? Tani ai vdiq e s'ngjallet më. Do shpresu shua për të mirët ne. Dhe po të thoshte kush se është gjallë, e kthehet me det. S'ka kthim për të, as do të ketë. Po në fol me mu përgjigj, me zemër në dorë, kush je, e kuj ke prind e adhe. Me çfarë ke erdhe këtu, e qysh detarët të sollën bash një takë? Ata nga ishin, e sigurisht, me këmbë këtu s'ke ardhur. Më thuaj të vërtetën, dua ta di. Mos është e para herë që këtu erdhe, apo je mik i vjetër i atit shkret, sepse shumë vetë e njihnin shtëpinë tonë, dhe shumë shkonte dhe ai ndër miq të njohur. Sokratëra Atenë kështu ja priti. Po përgjigjem si më the më parë, me zemër në dorë pyetjeve që më bëre. Krenohem unë se jam mentori, i biri i Ankielaut,
e jam sundus I tafëve, miq të remave të shpejt. Këte kam ardhur me varkë e me shumë shok, duke velëzuar mbi detin sterë, drejt popullsh të panjohur. Shkoj të kërkoj tumbak në Temezi, në shkëmbim me hekur flak. Galeja ime ka zënë vend të afërshatit këtu pranë qytetit tuaj, limanin e Rejtronit, Terezat e Nejonit të fillëzuar. Krenohemi se jemi miq të vjetër, lidhur familjarisht njëri me tjetrin me baban tënd, që nuk po e gjej këtu. Ndaj shkoj pyet të shkretin plak, Laertin, se kam dëgjuar se nuk zbren qytet, por në vetmi bën jetën e fshatarit. Ju zhytun dhëm të vet, me një shërbëtore të vjetër që I bën gjellën, kur ai kthehet këputur gjunjash nga vreshtat e bashtinat. Këtu s'do t'isha, mos kisha dëgjuar se ty të erdh babai këtë herë në shtëpi, por zotat prerë ja pas kanë ati rrugën. Jo, Uliksi hynor s'u zhduk nga faqja e dheut, ai është gjallë, do ta kenë ndalur diku në një skaj të tetit pa kufi, në një ishull të shkret rrethuar dallgësh, sa njerëz tegër që kanë në dorë e robe mbajnë, se lënë të iki gjallë. Por unë të them çfarë zotat e pavdekshëm më frymëzojnë, edhe besoj do të kryet, ndonë se s'jam hyni, as jam falltar. Do të kaloj shumë, do të kthehet në shtëpi, sikur ta lidhin hekura, do të gjej mënyrën si të kthehet. I pjell mendja, më thuaj burrërisht, mos je I biri I vet Uliksit, për çudi se I pas ke kokën e sytë fare si ai. Pa, shumë herë jemi parë me të e kemi folur tokë, si miq të dashur, për para se të nisej për në Trojë. Kur krejt paria e argjeve shkojnë mbi anijet zgavra detit të pamatur. Nga ajo ditë Uliksin se kam parë, as ai gjë sot me sy nuk më ka parë. Sa urtë ja dha përgjigjen Telemaku. Të flas si dashur mik me zemrën dorë. Nëna më ka thënë se jam biri I Uliksit, por unë për veten time nuk e di, sepse askush se di me siguri se kë ka atë të vetë. Tisha I shkreti I biri kujdo, mjaft pleqëria të ma kishte zënë baban në bashkina të veta. Komjerisht, në dritë në nxori, fali jetër, ai që pas ka qenë më rrezikziu mbi dhe. Ja çfarë më pyete tu përgjigja. Atena sy qellorja shpejt ja priti. Hynive u pëlqen që ti të ngjihesh nga çfarë xhak I vjetër na ke dalë, që kur të ka bërë një grua si Penelopi. Po fole mu përgjigj, pa dredha e hile. Çfarë është kjo fest? Që është për kuvend burash? Ç'nevojë ke ti për ta? Ke feste, po dasmë? S'më duke se po hanë nga qesja e tyre. Sa po dullëk e krenarit tregokan në shtëpinë tënde dhe në sofrën tënde. Çdo njeri me kokë të hynte brenda, duke parë me sy, do I natosej. I urti Telemak, kështu ja priti. Mbasi më pyet rreth kësaj pune, I dashur, ja, kjo shtëpi duhet të qenë dikur si mal me fletë, e pasur, e nderuar, gjërsa që ndrojë në këtë shtëpi ajtrimi, por sot hynit që zin diellin për ne, ndryshe vendosën që kurse e bën atë të mjerin në të humburin mbi dhe. As pak vdekin e tij nuk do ta qaja, po të kishte rënë me armë në dorë si shokët kundër trojanëve duke luftuar. O shpirt të kishte dhënë ndër krahët miqve, në mbarim të luftës. Grekët atëherë spaku do e kishin ngritur për mendore. Na me lavdi do të kishte lënë në prapa. Por ja, harpijet marrën mbyen pa nder e u zhduk pa lënë as shenjë, as gjurmë. Nuk di më ku është, nga ta kërkojmë, dhe zhdhimbje e vaj. Ai më lasi trashëgim pas dekjes. Po unë aq fort dekjen e tij s'po e qaj, se brengët të tjera më kanë rënë mbi krye. Ata që sot sundojnë ndërhishu rotull, në dolikon e Samos, zajën ton, me pyll të dendur, veshur, gjithë ata që kanë në dori takën, shkëmp e gur, këtu janë mbledhur e për grua dua nënën time, e kjo nuk është e zonja, as të thot jo, e as t'i shmanget ndjekjes. Po hanë e pinë e në mbaruan kregjen, e do të vi dita kokën të ma hanë. Halat Atena prekur thellë në zemër, kështu veç u përgjigj. O djali gjorë, sa do të duhej këtë çast, Uliksin ta kishe pranë. Ai do t'ju tregonte fort mirë vendin, sikur të arrinte edhe t'ju ndalte atu,
mbi prag të portës, mbërthyer mirë ndër armë me përkrenaren e tij e me parzmoren, pa të shanë atë dy andor, ashtu sikur e pashë të panë herë në një gosni të madhe në shtëpinë tonë, kur kthehej prej Epirit nga Ili, i biri i Mermerit. Kishte shkuar në ato vise Oliksi me gale shumë të shpejtë, të kërkojë helm dhe keprurës të ngjyente shigjetat prej tumbaku, po Ili gjës i dha, se u kishte frikën zotave të pavdekshëm. Veç i madh që e donte atë me shpirt, ja kreu dëshirën. Sikur Oliksi, pra siç e pasha here, befas të hidhej në mes zotrinjve, do t'i martonte të gjithë me dhenë e zi, por është në dorë të zotrëve të qiellit që ai të kthehet ose të mos kthehet, për t'i ndëshkuar ajo në shtëpinë e vet. Po unë tani të këshilloj të mendohesh, ti nxjerrësh jashtë banesës këta princa. Dëgjoj pra, pa u mërzit fjalët e mia, e mos i lër në hares. Ti mblidhi nesër të gjithë mëtojnësit, Akeas në kuvent. Folju me të madhe, Zoti thirr dëshmi, e urdhëroi mos i sillen nënës të shkojnë në shtëpitë e tyre. Nëna jote po deshit martohet, le të kthehet te jati. Prindët le t'ia gjejnë një burr, e ta martojnë, t'i japin arke prik, mbasi e kanë bie dhe e duan. Më të roqi dhe e dua ta vazhdoj, por po e lemë për orën tjetër letrare vazhdimin e leximit. Mirupafshim, kalofshi bukur. Mirupafshim Omer.